Sezoni i korrjes së grurit po përball me vështirësi të shumta kultivuesit e zonës në Topoj Seman në Fier, të njohur për kultivimin e drithrave. Sipërfaqja e mbjellë me këtë kulturë është reduktuar më shumë se 50%, ndërsa prodhimi mbetet larg pritshmërive. Fermerët thonë një zëri se çmimi është tepër i ulët, 30 lekë për kilogram. Po, në përgjithësi nuk është i kënaqshëm, se edhe thasira ka bërë të sajnë, edhe nuk po marrim atë që pitesh. Shumë pak, një pjesë bile ka marrë shumë pak, me 2-3 kujtal për dëlym, del me humje nga gruri. Unë 3 dëlym gruri kam mbjell, aq mbjellon sa për nevojat e mia, qatë ngelet, shes sa për të mbuluar shpenzimet që kam bërë. Nuk ka prodhim. Për mua, nuk ka. Ja, shikova kushërinë e mi unë, 5-6 dëlym ata, mos më shumë që kem pat, mund të kem 4-5 kujtal. I kanë apo si kanë. Edhe shumë të tjerë që kanë parë, që kanë qurë në hoborë ata, në qimendo, kush 4, kush 5, kush nuk e di që të ketë marrë në njeri prodhim të mirë. Nuk ka prodhim se plerat janë të shtrejnë, da, të gjitha. Edhe ai që da ngasi, po da ngasi në aqë, se edhe ai e blen naftën aqë. Dhe i s'ka qa ben. Edhe ne s'kemi qa ben, aqë kemi të ardhurat. Përballë kësaj situate, shumë prej fermerëve i kanë dhënë me qera tokat e tyre, por edhe qeramarrësit janë drejt braktisjes së tyre. Një prej kultivuesve më të mëdhenj të grurit, Mili Sako, pohon plot indignatë se fermerët sot janë tërësisht të braktisur nga shteti. Institucionet organizojnë festën e grurit si një homazh për traditën, por gjendja reale në terren është dëshpëruese, thot ai. Deputeti s'ka zot t'i kontrolloj. Dhe në fund e ham ne fshatar. Vi këtu, ka ardhë nga një toj si vajtje e punë e helmi dhe si vajtje punë e pleu dhe beri efekta, që keni mbjella. Agronom ka, kryetar komune ka, kryetar bashkie ka, administrator ka, shpil njëri fare. Neve punojmë si në kohën e privatizmit para s'kohën zogut. E që të themun, ka probleme nga më të ndryshme. Do të këthem të shqitja. Maruam, të shqitja. Të shqitja, vje sot, a i më bëmes, që na shet pleur, që na shet farën, që na shet të tëra, bje sot pleur atë grurin në magazinën me 28. Po se kam mbledhre? Kam mbledhre 25? Do me thënë, thotë, o bëdalej, 25, më tepër nuk është qisi do t'jore, ka i da qisi. Ju bashkot festës grurit? Jo, nuk u bashkova, dhe nuk i bashkova. Pse? Po për që të bashkova? Kush gëzohen ati? Gëzohen për nësë të bashkisë. Dela edhe kombajnë në korri, këshu, kombajnë në korri, këshu. Kujtë e pas morale, mua, koma njerë që më lërohet të kombajnë, që më bje djerë sa qertë, edhe e për festën. Kjo është jeta. Demagogji, ma, so zot, turpi bos, Natal. Do të mbill një vitin tjetër grurit? Jo, nuk do mbill. Do t'i lini tokë? Do t'i le tokë këtëra. Le dali ferë më mirë, të hanë telet. Fermerët kanë pohuar gjithashtu se kjo është koha kur politika duhet të ndalojë së mbyllur i syt përballë kësaj situate mbijetese të fermerëve, a dhe të ndihmojë me politika mbështetëse kultivuesit e braktisur e të pashpresë.